Benji. Ollie and Benji. Ollie and Benji play together. Ollie and Benji forever. Ollie un cannoniere, Benji un grande portiere. Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji last forever. Ollie e Benji play together. Ollie e Benji forever. Kanë kaluar 2 vjet që kur Roberti ishte kthyer në Brazil. Tani unë vazhdoj gjimnazi. Dhe jam në të njëjtën klasë me Bruce Harperin dhe me shumë shokë të tjerë të skuadrës time. Sa për ta ditur, skuadra jon, skuadra e re, mundi skuadrën Haton të Mark Lendersin dhe fitoi kampionatin për 2 vjet rresht. Dhe në këtë mënyrë do të mund të ngrihemi në kategori. Duhet fitojmë përsëri kampionatin. Ja, nuk është diçka e pamundur. E kemi fituar tashmë për 2 vjet rresht. Jemi të fortë, nuk ka përse të humbasim as këtë herë. Atëherë çfarë po presim djema? Të përgatitemi për të fituar kampionatin e tretë. Mirdita djema, si po ja kaloni? Mirdita pati. Po çfarë po bisedoni? Po ja ne po bisedonim për të fituar kampionatin e tretë. Po, e drejt. Ne kemi mundur 2 herë me radhë skuadrën e tyre dhe tani skuadra jonë është më e forta në Japoni. Pa dyshim dhe gjithsesi duhet të të falenderojmë edhe ty për këtë gjë, meqense po kujdesesh kaq shumë për Oliverin. Po shikoni pak sa e ndrojtur që është, po skuqet. Po si kupton ta tregoj unë ty? Pati ti je turpë, pati po skuqet. Unë pyes veten, po kur vallë do rriten ata të dy? Një gjë është e sigurt, pati është rritur. Duket më pjekur, por karakteri i saj nuk ka ndryshuar as pak. Duhet të vazhdoj të stërvitet i vetëm apo do vini edhe ju? Atëherë jeni gati djema? Po! Në pranverë skuadrat e të rinjve të futbollit fillojnë të stërviten për kampionatin. Lojtari jashtëzakonshëm Mark Lenders merr në dorë fillimin e një sulmi për ato. Elliot, kapiteni Schenkersit, del përpara tij. Që të dy përballen njëri me tjetrin. Deni lirohu dhe ndihmo Markun. Deni Melon përpiqet të lirohet nga mbrojtja me një shkatësi të pabesueshme, driblon me kundërshtarin dhe vrapon me shpejtësi. Jam këtu, Mark. Mark Lenders, një tunel hapet në mbrojtjen e kundërshtarëve dhe i shërben një top melos. Ato ja tregon se bën një lojë të mirë në skuadër. Dhe është gol! Është goli i tretë që Mark Lenders shënon në portën kundërshtare. Një driblim i shkëlqyer. Shumë bukur, Mark. Jo dhe aq. Po tani çfarë pati ku? Unë e shkëlqyer, Mark. Jemi të vërtet i përsosur si lojtari i qendrës. Një sulmues si ty është i pazëvendësueshëm. A marrë mire. Munda të shënoj duke qelluar drejt për drejt në port. Pasimi i topit është një humbje kohe. Deni Melor mbën topin me gjoks dhe lëshohet përpara. Mark Lenders po pengohet nga një mbrojtje e fortë dhe nuk po mundet të lirohet. Qëndro aty ku je, Mark. Mos kërko për plasit e kota. Haroje këtë lojë sepse nuk është e rëndësishme.
Dhe kurse energjitë e tua për tjetrën. Ta marrë mira. Sikur të mundja të luaj me mënyrën time do të lirohesha lehtësisht nga këta të dy. Nëse ndjekim rregullat nuk do ta mundim kurrë Oliver Hartonin dhe skuadrën e re. E martë e mira, po ky Mark Lendersi që ka bërë si zënjushe, i ka harruar fare të gjitha skemat që kemi provuar. Hey, është ajo kja! Ishte një pasim i shkurtër. Ndeshja po shkon drejt fundit. Ka një rrimarrje të topit, por mbeten edhe pak sekonda. Një pritje shkëlqyer e portierit Edu Orner që bllokon një top të rrezikshëm. Dhe arbitri forshëllen në këto çaste për të shënuar fundin e takimit. Rezultati mbeti në pikë 3-0 në favor të Atos. Atëherë, çfarë po të ndodh? Mark Lenders! Jeff Turner? Kemi ca kopa u parë, zotri. Po, dhe ti djalosh duhet të më thuash çfarë të ka ndodhur këto kohët e fundit. Të pash kur luaje dhe je bërë për të ardhur keq. Je bërë si tigër pak thetra. Askush nuk ka më frikë nga ty tani. Zakonisht përpiqeshe të bëje gol, edhe kur skuadra jote ishin avantazh. Mund të më thua çfarë të ka ndodhur? Me siguri ke dhënë fund futbollit sulmues që unë të kam mësuar. Ata të Atos të kanë shndruar në diçka që është krejt tjetër, dhe ti ke harruar si duhet të sillesh në fush. Është e vërtet, ke të drejtë, zotri. Qëllimi yt në futboll mondial, ajo që të frymëzonte më shumë, ishte të shkoje të maraton? Sigurisht që jo. Kjo ishte vetëm një shkallë e vogël për mua. Unë kam ambicie më të mëdha se kjo. Nëse vazhdon të luash siç po luan tani, Oliver Harton, Benji Price dhe Tom Beckery nuk do ta kenë të vështirë të mundin ty dhe skuadrën tënde. Më dëgjoj me kujdes, Lenders. Kam ca kohë që unë kam hapur një shkollë futbolli për të stërvitur futbollistë të rinj. Nëse do të bëhesh përsëri lojtari më i rrezikshëm i kampionatit të rinjve, më kërko. Porta ime do të jetë gjithmonë e hapur për ty, djalosh. Nuk do të harroj, zotri. Si ka mundësi? Është një gjë shumë e mirë që Marku përshtat me llojin e futbollit ton. Kur hyri në skuadër bënte lojë të egër, kërkonte gjithmonë përplasjen fizike, ndërhynte fort kur nuk ishte e nevojshme. Dhe kjo gjë ka krijuar shumë probleme. Po të kishte dëgjuar këshillat e mia, skuadra e re nuk do të na kishte mundur 2 vjet radhazi. Unë mendoj të kundërtën, që ti je një trajner që nuk di të shfrytëzosh më së miri dhuntit e Mark Lendersit. Si kur ti ta kishe lejuar të luante në mënyrën që dëshironte, ndoshta gjërat do të kishin shkuar tërësisht ndryshe dhe nuk do të ishe mundur 2 vjet me radhë. Zotëri! Parka? Mark Lendersi nuk ju përgjigj apelit sot në mëngjes. E kërkova gjithandej, po duket sikur është dukur. Si ka mundësi? Parloj loje po luan. Je bërë si tigër pak thetra. Askush nuk ka më frikë nga ty tani. Dikur stërviteshe shumë, edhe kur punoje për të mbajtur familjen tënde. Ishte e vështirë, por nuk u dorëzove. Mundimi dhe gjitha të vështirësi të rritën dhe të dhanë një kuptim fitues. Jepi, hyrë në zonë tani! Jo, më fort! Duhet të hysh në çastin e duhur! Kur topi ndodhet përballë me rrjetën, mos u frikso, duhet të gjuash dhe kaq. Është koha, duhet të shkoj. Më falni djema, u bë vonë dhe duhet të largohem tani. Mos harroni, gjuani në çastin e duhur dhe pa frikë. Po, e kuptova, Mark. Ja përse djemtë e skuadrës të doni dhe të respektonin. Par mendon se ndjej ndaj teje shokët e vjetër të skuadrës tënde si Edu Orneri dhe Deni Melo. Kujton se ka një mendim të mirë për ty? A i keni gjetur Mark Lendersin? Akoma jo.
Ndeshja kryesore e kampionatit do të jetë vetëm pas një jave. Ai duhet të ketë pasur ndonjë gjë të rëndësishme për të bërë. Qëndroni të qetë, do të kthehet shumë shpejt. Dhe gjithsesi, nëse për ndonjë arsye kjo nuk do të ndodhë, unë jam shumë i sigurt që ai do të kthehet në kohë për kampionatin. Edhe unë shpresoj shumë që Mark Landers të kthehet. Është e çuditshme. Deni nuk është kaq e thjeshtë. Ti sapo ke ardhur në këtë skuadër dhe me siguri që ende nuk e ke vënë re. Por mes Markut dhe trajnerit ton, marrëdhëniet nuk janë shumë të mira. Ata e shohin futbollin në mënyra të ndryshme. Është telash i madh. Marku është përpjekur të imponoj lojën e tij, por më në fund ju desh të dorëzojë dhe të ndiqte këshillat e trajnerit. Shikoni Djema, ati ju desh të dorëzojë, sepse ai ndryshe nga ne të tjerët mund të qëndrojë në këtë shkollë vetëm fal një burse studimi. Duhet ta kuptoni. Por e vërteta është që për 2 vjet rresht ne kemi humbur në finale kundër skuadrës së re dhe mund ta kuptoj se çfarë ndjen Marku. Dhe në këtë pikë mendoj se do ta luajmë ndeshjen finale të kampionatit pa të, pa ndihmën e tij fatkeqësisht. Por nëse nuk fitojmë dhe këtë herë, skuadra do të hyjë në një krizë të rëndë. Ndërsa unë them që mund t'ja dalim banë edhe pa të dhe të vazhdojmë të fitojmë derisa ai të kthehet. Edi ka të drejtë. Unë jam i sigurt që nuk do të na braktis. Do kthehet në kohë për kampionatin. Jo vap do të na shërbej për këtë stërvitje. Po, kapiten. Për vetë nxehtësisë për të duruar, duhet vraponi edhe mbi këtë terren ranor. Kjo do të shkatësoj këmbët dhe të përmirësoj frymarrjen. Në futboll duhet të keni rezistencë fizike dhe kthjellësi mendore. Po, kapiten. Erdha, jam gati. E dija që do vije, Mark. E dija. Prajt, ti do të zesh vendin që ka pasur Mark Landersi. Po, në rregull, zotri. Por, zotri. Çfarë ke, Melo? Më falni që po ndërhyj, por Mark Landers mund të jetë duke na përgatitur ndonjë surprizë. Ka mundësi, por edhe sikur... Unë e njoh shumë mirë dhe mendoj se është larguar sepse ka besim tek ne dhe mendon se mund të fitojmë edhe pa të, por do të kthehet për të luajtur në kampionat. Unë jam i bindur që në këto çaste do të jetë duke u stërvitur vetëm sepse ka nevojë të rigjej vetveten. Për mua edhe mund të mos kthehet. Çfarë? Hello, nuk kaq më duhet një kapiten që braktis skuadrën në çastin e domosdoshëm. Keni besim në veten tuaj, Djema, atoja mund fitoj edhe pa Mark Landersin. Mund t'ja dalim, Djema, keni besim veten tuaj. Ju lutem zotri. Kjo është kam munduri, ka mundësi. Kjo është e pamundur, më thjesht, shumë e thjeshtë. Kemi ardhur thuajse në fund të kohës zyrtare të kësaj ndeshje. Kapiteni i skuadrës së re, Oliver Harton, ka në zotrim topin duke e shtyrë përpara. Mbrojtja e vendosur në rreshtë e Atos po bën të pamundurën duke u përpjekur për ta ndaluar. Jepi poshtë, ta marrë mira. Ne shohim çfarë do të bëjë Oliver Harton. Harton. Pas Djema. Shkëmbimet e shpejta të lojtarëve të skuadrës së re e çorientojnë mbrojtjen e Atos. Po arri që ta kap dot. Dhe tani le të shkojmë të shënojmë. Është shumë i shpejt. Po ç'ke ndërmend të bësh? Oli! Sulmi i skuadrës së re e vë në vështirësi mbrojtjen e Atos. Sulmi tani vazhdon dhe është i udhëhequr nga Oliver Harton. Johnny kape! Harton bën një përparim disa metra dhe pastaj i kryen një pasim me zonit. John Mason ngjuan me kokë dhe i shërben përsëri Oliver Harton. Vazhdo kështu, Oli, të lumt! Duan si një bombë me një fuqi të rrallë dhe gol! Goditje shkëlqyer e Hartonit që zë në befasim portierin e Atos. Gol! Ora! Je më i miri! Mos ndoshta po e teproj kështu? Duhet të fillojmë tani nga fillimi. Ta marrë e mira! Atos po vazhdon gjithmonë përpara për të provuar të pamundurën. Kapiten! E jotja, Patrik! Mori si pason Patrik Everedit. Po më ndjekin dhe unë nuk kam fare kohë për të mbajtur topin. Duhet të qëlloj me një herë. Fuqi maksimale. E gjuajta me të gjithë forcën që kam. Jepi hyr. Një gjuajtje e bukur e Everett që gjuan shtyllën. Mbaron koha, ndeshja mbaroi. Skuadra e re e fiton tenjësisht këtë lojë. Patrick Everett i ardhur së fundit e ato qëllon një goditje të fortë në port, por fatkeqësisht për të arbitri ka fërshëllyer tashmë për mbarimin e takimit. Ta marrë mira. Duhet ta arri patjetër të përmirësoj gjuajtjen time. Ishte thuajse gol.
I mundëm! I mundëm! Më vjen vërtet shumë keq, Patrik. Nuk arrita ta pasoj topin ashtu si çdo e ti. Ri qet, është I gjithë I faji ynë. Jo, unë qova dëm një rast shumë të madh. Oliver Harton është më I mirë se unë dhe kjo është e vërteta. Dhe tani unë kam një qëllim që duhet patjetër ta arri. Të mund Oliver Hartonin. Që sot e tutje do t'jetë synimi im, do të përpiqem në maksimum. Do të mund, Oliver. Po marrim pjesë në një ndeshje që mund të përkufizohet si shumë e fortë. Një tjetër pikë e shënuar nga Atos që po fiton 5-0, pavarësisht mungesës në fushë të kapitenit të saj, Mark Lenders. Deni, është yti! Dhe është gol! Ura! Deni Melo shënon me një tjetër gol për Aton dhe bëhen 6. Loja fillon me energjitë e mbetura dhe Kursarel niset në sulm. Shumë e thjeshtë. Portieri Atos, Ed Warren, është I vendosur të mos lejoj kundërshtarët që të shënojnë. Për skuadrën tonë nuk është e vështirë të arrit ta fitoj këtë ndeshje, por pyes sa mundësi do të kemi për fitore në ndeshjen e kampionatit kombëtar pa Mark Lendersin. Dhe ja ku fërshëllima e fortë e arbitrit I jep fund ndeshjes. Kapiten, ku ke shkuar? Gjithë skuadra për të rikthimin tënd. Forca djalosh, duhet të përpiqesh ta çosh topin deri në horizont. Kam humbur kohë tek atoja duke luajtur një futboll zënjushësh. Kurse Oliver Harton I ka vazhduar përpara në rrugën e tij pa bërë hapa të gabuar. Ta marrë mira, nuk do ta lejoj që të ma kaloj edhe një herë. Do ta mund sipas mënyrës time. Të lumt Lenders, shfryje zemërimin tënd. Jepi, mposhti tallgët, mund dhe oqeani! Do të kthehem te atoja vetëm kur të jem gati për të mundur Oliver Hartonin. Ed Warneri dhe Deni Melo me siguri e kanë udhëhequr skuadrën drejt fitores gjatë mungesës time. Kapiteni ynë u largua një javë më parë. Kampionati I futbollit fillon nesër. Pyes veten nëse do të kthehet. Edi, unë jam I sigurt. Marku ka shkuar për të stërvitur te Jeff Turner, vë bast për këtë. Do të kthehet në çastin e duhur. Të shpresojmë. Kthehu, Mark. Ta marrë mira. Nuk jam akoma gati. Tajfuni është gati për të përplasur me tokën. Dallë gjigande po mbulojnë tashmë bregun. Gjendja është vërtet e rrezikshme. Vendet bregdetare janë në gjendjen e gatishmërisë maksimale. Duhet të arrit të grumbulloj të gjitha forcat që gjenden brenda meje për ta mundur Oliver Hartonin. Oliver Harton! Unë do të sfidoj! Ja dole mban, Mark. Ky është shpirti I pathyeshëm të ndodhet brenda një tigri. Duhet të jetë gjithmonë brenda teje.
Mark. Trajner. Përgëzime, me sa duket ke gjetur veten tënde. Po. Ndeshja që do të luajë atoja fillon në orën 2. Nisu Mark, çliro forcën tënde që gjendet brenda teje dhe bëje skuadrën tënde të fitojë. Po, trajner. Fillon tani kampionati i ndeshjeve të futbollit për të rinj. Skuadra e favorizuar është padyshim skuadra e re. Kjo skuadër e ka fituar kampionatin për 2 vjet me radhë. Nëse fiton edhe këtë vit, do të arrihet një rekord historik. Dhe tani djema përpara se të fillojmë, keni kohën e dur që të bëjmë edhe një nxemje shumë të mirë. Po, trajner! Në këtë pikë nuk kemi mas një shpresë. Kapiteni ynë nuk do të kthehet më. Unë jam i sigurt që ai po vjen. Hello? Çfarë keni? Mos harxho kohën tënde duke folur për Mark Lendersin. Por, zotri! Mark, u ktheve! Përshëndetje, kapiten! Ja ku jam, trajner. Dua të luaj me skuadrën time. Por mua mund të qëndroj ati ku ishe, Mark. Ti nuk do t'jesh në formacion. Po nuk ka kuptim. Unë duhet të luaj. Duhet të luaj. Only a Benji. Only a Benji. Only a Benji. Play together. Only a Benji. Forever. Only un cannoniere. Benji è un grande portiere. Only a Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere, attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Only a Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Only a Benji forever. Only a Benji play together. Only a Benji last forever. Only a Benji play together. Only a Benji forever. Only a Benji. Only a Benji. Only a Benji play together. Only a Benji forever. Only un cannoniere, Benji è un grande portiere. Only a Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere, attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Only a Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Only a Benji forever. Only a Benji play together. Only a Benji last forever. Only a Benji play together. Only a Benji forever. Më lani jashtë skuadrës. Kjo është diçka që unë nuk mund ta pranoj. Unë jam më i forti, jam më i madhi, unë jam më i miri. Erdha, trajner. Dua të luaj me skuadrën time.
Por mua mund të qëndroj atje ku ishe, Mark. Ti nuk do t'jesh në formacion. Ato ja udhëheq tani 2-0. Loja e tyre po duket shumë e shtërvjellt dhe e llogaritur. Skuadra është e bashkuar dhe mjaft e egër në fushë, të shkëlqyera aftësitë atletike. Deni Melo qëllon drejt portës dhe realizon një gol të mrekullueshëm. Ato ja udhëheq tani 3-0. 3 gola vetëm në pjesën e parë. Janë një skuadër që e meritojnë me të vërtet respekt. Vërtet. Shiko pak Markun. E përse nuk luan është i dëmtuar? Nuk ka asgjë, është vetëm një lojë taktike. Po përpiqen të tregojnë që mund fitojnë lojën dhe pa përdorur elementin e tyre kryesor të skuadrës, dhe ky është një marifet që nuk më pëlqen as pak. Pra ti thua që është i gjithi një mashtrim? 7-0? Pa Marku në fushë ishte vërtet një shëtitje. Kjo po që është vërtet një skuadër për të cilën duhet kesh respekt. Po, sigurisht, por ne kemi mundur gjithmonë në të gjitha takimet e 2 viteve të fundit. Do t'i mundim edhe këtë herë. Nuk duhet t'i jesh nervoz. Kjo është energjia e dur. Kështu duhet arsyetuar, djema. Ai na qenë ka i famshmi Oliver Harton. Të fitoja kundër ti ishte bukur, por është me të vërtet shumë i fortë. E pra, tani po zbresi në fushë kampionët në fuqi të skuadrës së re. I njohim të gjithë shumë mirë aftësitë, shkatësitë dhe forcën e kësaj skuadre. Ti mundim. Skuadra e re do të ndeshet me Airadosin, një skuadër me përvojë të pakët. Gjithsesi bëhet fjalë për lojtar të respektuar, duke pasur parasysh rezultatin e përfituar në kampionatin rajonal, që të dy kapitenët shkojnë në qendër të fushës për lëshimin e monedhës. Clifford Newman, kapiteni Arados, është shumë më i madh se të tjerët. Duket si një student universiteti. Por futbolli nuk është si mundja i dashur mik, madje ndryshimet e madhësisë fizike nuk shërbejnë kur aq shumë. Por unë kam dëgjuar zëra që përveç se i madh, është edhe shumë i shpejt. Ke për ta parë se Oli dhe shokët e tij do të dinë si ta ndalojnë, janë përballur shpeshherë me skuadra të forta dhe i kanë mundur thuajse të gjitha. Le të fitoj më i miri. Tani të dy kapitenët shtrëngojnë duart. Do të fitoj më i miri. Lojtarët zënë vendet dhe bëhen gati për të filluar lojën. Skuadra e re merr me njëherë në zotërim topin. Këtu, ma pasu mua, jam i lirë. Johnny Mezon vazhdon sulmin në gjysmën e fushës kundërshtare dhe ja pason shpejt Ted Carterit. Por shfaqet Clifford dhe pengon Carterin me trupin e tij të fuqishëm, i cili rrotullohet për tokë dhe qëndroni pa lëvizur mbi barin e fushës. Duhet jetë vrarë shumë. Dhe tani Clifford Newman do të godas. Nuk mundesh, është një djalë për tokë. Kujdes Alan, po bëhet gati të qellojë nga jashtë zonës. Airadosi shënon me Sandy Winterin. Kronometri sapo ka filluar të lëvizë dhe Airadosi ka lënë gjurmët e saj në këtë takim. Atëherë, si mendoni djema, a ju pëlqeu ky sulm? Ata të dy janë me të vërtet një dyshe fitimtarësh. Juhu, një pasim i shkëlqyer Clifford, të lumt. Jo keq. Po ty, Oli, të pëlqeu? Çfarë keni, u lodhët që tani? Ne të lodhur? Jemi vetëm në fillim dhe më ndjem dhënë si ty na japin forcë. Por Oli, nëse ata bën një gol, ne do të bëjmë të paktën 2.
Po, ma 2-3. Do t'ju tregojmë se kush jemi. Do të luajmë tani në fund. Vetëm disa pasime siç duhen dhe do ta përmbysim rezultatin. Oli dhe shokëve ti nuk ju mungon zelli. Shijon më shumë kur ndeshesh me njerëz me karakter. Dhe kjo na qënë ka rezistenca e djemve të lagjeve të pasura, mua më duket shumë pak. Hey, Clifford! Ç'kemi? Si je? Çfarë po bën këtej? Sa po mbarova stërvitjen. Me futboll, Po ti çfarë bën? Si gjithmonë pak boks poshtë në këmbët e urës. Po zbavitem. Mënyra çuditshme për të zbavitur. Ke të drejtë. Nuk më shijon më rrahja e këtyre majmunve. Mua më duhen njerëz më të fortë. Më të fortë thua? Sigurisht, dikusha që forca do t'jap kënaqësi kur e sfidon. Për njerëz të tillë rrallë gjenden këtej dhe unë i di mirë këto gjëra. Shijon më shumë kur ndeshesh me njerëz me karakter. Unë e njoh njërin. Me të vërtet? Dhe si quhet, më thuaj? Oliver Harton. Oliver Harton? Se kam dëgjuar kur, kush është? Është kapiteni i skuadrës së re, një skuadër futbolli që luan në kampionatin tim. Të fitoja kundër tij do të ishte bukur, por është me të vërtetë shumë i fortë. Një ndeshje, jo një shkarkim i madh gryshtesh. Kur të them që është i fortë, e kam seriozisht Clifford. Po stërvitem pa pushim, duke u përpjekur në maksimum, lodhen shumë çdo ditë, por kam përshtypjen që i vetëm nuk do t'ja dal kurrë mban. Dhe si është? Nëse është i fortë, duhet jetë edhe trup madh. Jo as pak, është i vogël si unë. Forca e tij nuk është fizike. Duhet të them që është një lloj tjetër forca e tij. Nuk është vetëm në muskuj, vjen nga koka. Një forcë që buron nga inteligjenca, talenti dhe përgatitja atletike. Kupton? Kjo është me të vërtetë interesante. Çfarë force ka brenda trurit? Ti nuk arrin me të vërtetë ta kuptosh, apo jo? Çfarë ka për qeshur? Forca e vërtetë ndodhet vetëm në muskuj. Dhe në lojën e futbollit gjithashtu nuk mund t'jetë ndryshe. Për gjitha sportet është vetëm çështje muskush dhe jo truri. E megjithatë Oliver Harton është me të vërtetë i fortë, edhe pse është pa muskuj. Do të dish diçka, Clifford? Ai ka mundësi të jetë edhe më i fortë se ty. Kështu thua ti, Më gjej këpucë dhe bluzë dhe unë do t'luaj me ju. Ura! Po hyre në skuadër me ne do të bëhemi të pamposhtur. Po, është fantastike. Unë do ta mundat Oliver Harton dhe do të tregoj që jam më i forti. Kur them askush nuk është më i fortë se Cliffordi. Askush. Do të jemi më të fortët. Tani skuadra e re është në sulm. Kalon tek Oliver Harton. Dhe ai na qen ka më i forti. Një sfidë personale ndërmjet Clifford dhe Harton. Ej, ti, do ta mësosh se kush është më i forti nga ne të dy? Jo, Oli, jo! Harton hidhet për tokë nga Clifford. Një lojë disi e fortë, ajo e mbrojtësi të Ai Radosit, por arbitri e lejon të vrapojë. Oli, ai e mirë. Clifford lë Harton për tokë dhe vazhdon të vrapojë. Por tani ndodhet përballë Johnny me zonit. Clifford hedh për tokë dhe atë dhe synon drejt zonës së skuadrës së re. Truri nuk hyn në punë. Në çdo lloj sporti fiton kush ka më shumë muskuj. Dhe tani vendoset në pozicion gjuajtje. Clifford ndodhet përballë portierit. Tani ta tregoj u ty. Ashtu mendon, është një kapje e thjeshtë. Por e një pritje fantastike, Alan. Përsëri gol. Gjuajtja e Cliffordit ishte kaq e fortë sa e përplasi portierin në fund të rrjetës. 2-0 për Ai Rados. Atëherë, si do duket, Oliver? Kjo është forcë, madje është një fuqi e vërtet. Oli!
Kemi ardhur në fund të pjesës së parë me rezultatin 2-0 për Airados. Pyesim veten nëse skuadra e re do të jetë në gjendje t'ia dalë mban të marrë veten në pjesën e dytë. Përpiqu të durosh edhe pak. Ja, përsëri edhe një lëvizje e vogël duhet. Është e kot që vërtet, miku im. U dhem të gjithëve vendosje shpatullës në vend dhe ti nuk je ndryshe nga të tjerët. Është e vërtet, doktor. Gjithatë tani ndihesh më mirë, apo jo? Edhe një çast sa të shkruaj recetën. Si je, Oli? Të dhëm shumë? Jo, pati ishte diçka e vogël për fat të mirë. Nuk kam mbaruar, djalosh. Duhet të të thashoj kraun. Hiqe bluzën, do të vi me një herë aty. Sigurisht, doktor. Dy skuadrat por i hynë në fush. Si pasojë e përplasjes me Clifford, Oliver Harton u dërgua në infermieri, por fatmirësisht e shohim përsëri në udhëheqje të skuadrës së tij. Kështu, ndoshta nuk ishte mjaftueshëm për të. Forca Djema, duhet fitojmë! Po! Topi i fillimit është për skuadrën e re që shkon menjëherë në sulm me Harton. Do që ta mbaroj këtë punë? Dakord, po ta plotësoj menjëherë dëshirën. Hey, voglush! Çfarë? Ky futbolli është vërtet një sport zënjushësh. Oli përgjigju! Si mund të përgjigjet nga bota e ëndrave? Çfarë po bën, Oli? Ngriu me njerë, nuk e ko për të humbur. Benji, ku je? Në këmbë, Oli. Duhet ta fitosh ti kampionatin, nuk duhet ta harrosh këtë. Benji ka të drejtë, duhet të fitosh. Tom! Dhe nëse do të fitosh, duhet të ngrihesh në këmbë. Nuk mund të qëndrosh aty për tokë, por unë... Po ti çfarë? Të bësh 2 gola nuk është as pak e pamundur. Roberto! Ti je në gjendje të shënosh, të kam mësuar unë. Një gjigant plot muskuj nuk vlen asgjë. Roberti ka të drejtë. Por si mund të arri? Se ke frikë se do të dështosh, nuk arrin dot asgjë. Forca tani duhet të rifillosh, jepi! Djema! Oli, a je mirë, të lutem përgjigj mu? Po. Pas bilbilit të arbitrit më pasoni me njerë topin. Çfarë? Harton e merr veten dhe ngrihet, nuk do të zvendësohet. Oli! Po e provon përsëri, do me thënë që do të shkatërrohet. Çfarë? Po si arriti të më driblonte? Të ere ja doli mban, Harton kaloi Cliffordin. E pe Roberto, ja doli mban. Një quajtje e Harton. Topi tani duket sikur është drejtuar mbi port. Jo, është në trajektorin e dur. Çfarë? Dhe topi hyn me njerë në rjet. Është një kryevepër e vërtet. Topi i fuqishëm i Harton futet pikërisht poshtë shtyllës. Skuadra e re zvogëlon rezultatin. Airados 2 dhe skuadra e re 1. Një gjuajtje vërtet fantastike. Dhe të mendosh që është vetëm një djalë i vogël. Ja dola mban. Shanova! Po, Shanova! Gjithçka e vërtet, Pati. Po, sigurisht që është e vërtet. Shoh që qënke një kockë fort. Topi ndodhet përsëri te Oliver Harton. Dhe ja ku provon quajtjen e barazimit. Këtë herë nuk do të më shpëtosh. Por topi përplaset me trupin e Clifford, që në një lloj mënyre e shtyn atë. Është gjithçka në rregull, Clifford? Pse çfarë ndodhi? Po, ky është lloji i kundërshtarit që po kërkoja. Sa më i fortë që tregohet, aq më e rëndësishme bëhet për ta mundur.
Rivënja e ansore për skuadrën e re. Ajo është besuar Bob Denverit, ndërsa të tjerët zënë pozicion. Forca, provojmë edhe një herë. Kujdes, do të provoj një sulm qendror. Një quajtje me mashtrim e Bobit. Mbrojtja e Radosit është vendosur në qendër, ndërsa sulmuesit në krahun e majtë drejt Hartonit që topin. Clifford bllokon përsëri, por shpejtësia është aq e madhe sa topi po e shtyn fort lojtarin e fuqishëm të Radosit. Harton nuk pret dhe fluturon për të përfunduar quajtjen. Shpejt, duhet ta ndalosh. Sandy Winter niset kundër Hartonit. Gjithçka e kot, Harton e ka përcen dhe gjuan. Jo! I jashtëzakonshëm barazimi i skuadrës së re. Oli, çfarë ke? Si e ke shpatullën? 2-2, ne barazuam! Të shpresojmë që Oli të mund të rezistoj, po fërkon shpatullën. Përkëzime, Oli. As unë kur jam shumë i zemruar nuk mund të quaj me atë forcë. Por mos mendo se do më mundesh. Ishte goli yt i fundit, të betohem. Barazimi madh, Djema. Po, edhe jemi vetëm në fillim, do të fitojmë. Askush nuk e priste një gjendje të tillë. Por me skuadrës së re dhe Radosit shihen tashmë shkëndijat. Edhe pak kohë na ndan nga përfundimi i takimit dhe gjithçka tashmë duket ende e mundur. Kape këtë. I dhe topin Alan, nga kjo anë. Oli do ta hedh në qendër. Do ta provosh përsëri, Oli. Nuk të mjaftoi. Një gol. Duhet të bëj patjetër edhe një gol. Pa të shohim pak, Oliver Harton. Forca, Oli. Vetëm një. Do të ndaloj, Oliver. Nuk do bësh asnjë hap më shumë. Hey, po çfarë? Shumë mirë kështu, Oli. Një quajtje me tak. Përparo dhe pasoj Teddy, Johnny. Duhet të vrapoj para se t'jetë vonë. Koha po ikën. Kemi shumë pak kohë tashmë. Duhet të arrijmë të shënojmë patjetër golin e tretë. Teddy dhe unë kemi qenë në të njëjtën skuadër. Me siguri do ta amendsoj pasimin tim. Oli dhe Tomi kanë një mikuptim më të mirë se juni, por nuk na trëmin. Edhe unë dhe Johnny mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme, po të duam. Mos shpresoni të afroheni, djema. Unë nuk do t'ju lejoj as shikoni portën. Afrohu. Po si mundi? Është goli i tretë për skuadrën e re. Kombinimi i pasimeve ndërmjet Ted, Carterit dhe Johnny Mezonit funksionoi për mrekulli. Skuadra e re është tani në avantazh. Po, mbaroi, ndeshja mbaroi. Fituam, Djeva! Fituam ndeshjen! Unë humba. Oliver Harton i më mundi. Mundi të fortin Clifford Yuma. E marrë mirë çfarë karakteri. Joe, mos qaj. Nuk duroj dot. Një vit, ke plot një vit përpara teje për tu stërvitur. Përgatitu siç përgatitet Oli dhe pas një viti do ta fitosh ti kampionatin. Ke për ta parë. Me të vërtet? Tani mendoj se e kam kuptuar vërtet çfarë dohet thoje kur më flisje për forcën e Oliver Harton. Po. Megjithatë, ne humbëm me nder. Po. Nëse do herën tjetër do të luaj përsëri. Por do të kem nevojë edhe unë për pak stërvitje. Clifford. Mirupafshim. Gjuajtjet në port Oliver Hartonit. Clifford Yuma, drejtuesi mbrojtjes. Dhe pastaj Mark Lendersi. Kur ai të marrë pjesë, kampionati do të bëhet me të vërtet interesant. Only a Benji